Të dashur teleshikues, jemi këtu me këshillin e ri të kishës së Shën Thomait, një këshill që do përpiqet të sjellë brezin e ri të motivoj ruajtjen e kësaj tradite 90 sa vjeçare të kësaj kishe për ta çuar më tej atë. Kam zotin Alex Kume, i cili është gjithmonë i angazhuar me problematikat e kishës, ka qenë në kontakt me ne për të nxjerrë në pa dhe për të ndihmuar në ecjen përpara të kishës. Aleksandër, urime për pozicionin që morët sekretari i Këshillit të Kishës. Tani ju besoj ja keni paraqitur planin tuaj tyre të pranishme, po cili është plani juaj? Plani tonë është të sillim sa më shumë shqiptar, ata që kanë ikur, të kthejnë prapë në kishë, edhe ata që jetojnë larg të sillim aktivitete edhe të mbushim kishën sa më plot. Për natyrisht kisha nuk mund shërbej vetëm si institucion fetar, shërben për të, po do të ketë ashtu sikur se thatë ju dhe veprimtari shoqëruese. Unë kam qenë prezent kur ka pasur jo vetëm veprimtari fetare, por dhe veprimtari patriotike dhe veprimtari të tjera argëtuese dhe natyrisht këto veprimtari sjellin më shumë njerëz aq më tepër të rreqin brezin e ri, apo jo? Po. Por në këtë mes çfarë mendoni të bëni? Kanë ndonjë gjë të veçantë që mund na e thoni? Po për 28 nëntorin do bëjmë ditën e flamurit, do bëjmë edhe aktivitete të tjera patriotike, do hapim edhe Sunday School të mësojnë fëmijët shqip sa më shpejt. Besoj për 2-3 javë do hapet edhe do jetë edhe mësim për fe edhe mësim për gjuhën shqipe. Okej, ju keni mësues për këtë? Kemi 2-3 mësues për momentin dhe shpresojmë të kemi më shumë. Dhe xhenës kemi. Atëherë ju uroj suksese si Këshilli i ri i kishës, ta çoni më lart traditën, të ruani edhe lidhjet midis migracionit të vjetër dhe migracionit të ri që janë të nevojshme për të çuar përpara këtë kish, edhe migracioni i vjetër ta kuptoj se prifti në fjalë është vërtet shqiptar, po flet edhe gjuhën anglez. Zoti, lutemi të gjithë me shpirt, lutemi të gjithë me një gjuhë, me gjuhën e dashurisë për të. Ju uroj suksese të gjithëve. Faleminderit. Ndërsa Odeta Feçani, gjithashtu pjesë aktive e Këshillit, theksoi se përfshirja e brezit të ri është thelbësore. Duam që kjo kish të jetë plot jetë. Të rinjt po afrohen gjithnjë më shumë dhe kjo na jep besim se tradita do të vazhdojë. Të dashur teleshikues, kemi edhe sekretaren e Këshillit të Kishës, Odeta Feçani, e cila gjithmonë na kënaq me ato shënimet të ritualeve të riteve fetare që janë të nevojshme nëpërmjet njoftimeve në Facebook, por tashmë është më angazhuar. Odeta, cila është detyra juaj pranë Këshillit të ri të kishës? Detyra ime është mbi të gjitha që për shembull kur mbajmë takime të bordit, të mbaj shënime, të shënoj çfarë u vendos në këtë takim, çfarë votash u dhanë, si do të vazhdohet për të ardhmen, çfarë eveni. Domethënë të mbajmë shënimet e takimeve të bordit të kishës primare dhe pastaj me çdo lloj tjetër detyre, zyre që mund të ketë nevojë. Si fillim për 6 muajt e parë, u këshilluam nga njerëz nga Dioqeza Shqiptare në Amerikë në Boston, që të gjithë duhet kontribojmë në çdo pozicion, që të gjithë, sepse jemi paka shumë të rinj në këtë pozicion, përveç Alex që ishte vjetë dhe unë që kam shërbyer pak në 2023, edhe Niko janë fakt që ka shërbyer shumë vite më parë, por u këshilluam që të gjithë duhet kontribojmë në të gjitha fushat ku ka nevojë për 6 muajt e para dhe pastaj të shikojmë ku do fokusohet më shumë njëri apo tjetri. Duhet të ringjallim, u tha këtu, dhe një numër aktivitetesh që kanë ekzistuar, jo pikniku e aktivitet tjera, jo shkolla. Siç është edhe aktiviteti shumë popullor që po bëhet sot, që është ankandi i ikonave, që është një aktivitet që ka filluar që në kohët e perandorisë osmane, të kishave ortodokse që ishin të supresuara nga vetë sistemi, nga perandoria osmane, dhe në mënyrë që të rrisnin fonde për kishat,
bënin një ankant të tillë siç po e bëjmë ne sot, dhe e kemi ringjallur këtë zakon edhe këtu në Amerikë, që për shembull çdo familje do të fitojë shenjtorin e tyre të preferuar, ose si të jetë mundësia çfarë do fitojnë në ankant për ta mbajtur ikonën e atij shenjtori, ikonën e kishës të atij shenjtori në shtëpi për 40 ditë, dhe në këtë mënyrë i sjellin bekime shtëpisë të tyre dhe rrisin fonde për kishën. Domethënë ky është një aktivitet e mirë. Kjo pas 40 ditësh mund ta marrë dikush tjetër apo si? Jo, kjo është ikone që përdoret në kishë për qëllime liturgjike. O, qartë. Domethënë për Shën Kozmajn e Kolkondasit, që e kanë varur turqit në zonën e Fierit, për shembull, ajo familje që e ka si shenjtor që ka mbajnë edhe emrin e tij mund ta fitojë, mund të jenë disa familje që konkurrojnë me njëra tjetrën, janë ngrënë çmimin, ato para i vënë kishës, atë ikonë e marrin në shtëpi për 40 ditë dhe e kthejnë. Kur është festa e këtij shenjtori, kisha e përdor atë ikonë për celebrim. Shumë ide interesante, domethënë ringjallje e idesë edhe traditave të vjetra, por ruajtja e tyre edhe këtu në Amerikë është diçka interesante. Po, edhe gjaja që më ka impresionuar mua më shumë është sepse ka qenë një zakon shumë i vjetër i kohëve para se Shqipëria të bëjë shtet para pavarësisë, domethënë, edhe në Shqipëri unë nuk e dija sepse nuk e praktikonin shumë, po këta që kanë erdhur këtu në Amerikë dhe që kanë qenë emigrantët e hershëm e kanë mbajtur gjallë. Shumë që e mirë, atëherë ju urojmë suksese në punën tuaj edhe në zgjerimin e fjalës së Zotit në të gjithë besimtarët, të gjithë ata të cilët kanë nevojë, duhet vinë në një kishë shqiptare, s'kam se shkojnë të kisha ortodokse të tjera, greke apo të tjera. Patjetër, edhe kur me që unë që jam shqiptare, kur i them lutjet në Shqip, i ndjej akoma edhe më shumë, edhe pse ti e the më përpara që gjua e Zotit është gjua e dashurisë, po nga njerë si kur të vjen më ngrohtësi kur e thua në Shqip, ne që jemi rritur në Shqipëri, sidomos. Ju faleminderit dhe suksese. Faleminderit e ju. Një vizion për të ardhmen, ringjallja e kishës, nuk kufizohet vetëm në jetën liturgjike. Një nga projektet më të rëndësishme është vazhdimi dhe zgjerimi i shkollës së të dielës, ku fëmijët mësojnë gjuhën anëtare krahas edukimit fetar. Prindrit e shohin këtë si një investim në identitetin e brezave të ashëm, një mënyrë për të mos lejuar që distanca nga dheu të zbe kulturën shqiptare. Të dashur teleshikues, takojmë këtu zotin Niko Bulka, një ish antar dhe antar i ri i Këshillit të Kishës së Shën Thomajt. Zoti Niko, urime për këtë detyrë shoqërore brenda Kishës së Shën Thomajt. Atëre, çfarë synon Këshilli i ri i Kishës të bëj gjatë veprimtarisë së tij? Faleminderit për intervistën. Një nga detyrat kryesore të antarëve të vjetër ishte gjithnjë mobilizimi dhe involvja, përfshirja në bordin e ri të antarëve të rinj, të antarëve të cilët tashmë janë bërë pjesë e komunitetit amerikan shqiptar, dhe duke parë gjithnjë dëshirën e madhe për të pasur një prift i cili flet shqip, i cili është edukuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka të gjitha kreditet për të shërbyer sot për sot në një kishë sipas standardeve më të larta. Ne qëllimin kryesor në këto zgjedhje patëm futjen e elementeve të rinj, të gjakut të ri, të profesionistëve të rinj, të atyre që sot janë punojnë në të gjitha fushat e jetës amerikane. Kjo për të bërë një tërheqje dhe një mbledhje sa më të madhe të rinjve dhe familjeve të reja në kishën e Shën Thomajt. Për herë të parë në bordin tonë, sot shërbejnë 2 nga antarët e vjetër të kishës dhe 5 të tjerët
janë antarë të rinj që me të cilët shpresojmë që ta gjallërojmë këtë kishë, jo të jemi vetëm thjesht për të mbijetuar, por për ta lullëzuar më shumë. Ju uroj të gjithë të mirat në punën e re të Këshillit të Kishës, në veprimtarinë tuaj të përhershme që kemi parë pranë kësaj kishe, por për faktin që dhe ne duam që të jenë të mbushura të gjitha ndenjëset me besimtar, me të rinj, me fëmijë, sikurse pam edhe disa sot. Kemi të gjitha shpresat për që së bashku me Priftin ta çojnë përpara këtë kishë. Në korridoret e kishës dëgjoheshin zërat e fëmijëve, një tingull që shimkush e interpreton si shenjën më të bukur të shpresës. Një komunitet që zgjedh të ndërtojë. Reportazhi i Alp TV USA ju solli një tablo të gjallë të një komuniteti që nuk mjaftohet vetëm me kujtimet e së shkuarës, po ndërton me vetdije të ardhmen. Nga mesha solemne tek ankandi simbolik, nga energjia e pritit të ri shqiptar tek përkushtimi i antarëve të rinj. Kjo kishë 96 vjeçare duket se ka hyrë në një epokë të re, sepse në fund, siç tha një besimtare teksa mbante ikonën që sapo kishte fituar, kisha jeton sa herë që ne mblidhemi bashkë, dhe këtë të diel që kaloi, ajo jetoi më fort se kurrë. E pra të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kështu me këtë ankand të ikonave, sikurse ju a shpjeguan, përfundoi dhe ceremoniali i kësaj dite të shenjtë, ditës së sotme në kishën e Shënt Thomait, ku personat caktuar familje marrin një ikonë të shenjtit të tyre për të mbajtur në familjet e tyre për 40 ditë, për të mbështetur kishën ortodokse me financimet e rastit, por dhe për të falur ikonës përkatëse. Kështu pra po ndajemi nga kisha e Shënt Thomait me këtë ankand mjaft interesant në këto ditë të bekuara. Miru takos.